Fushbualli, një pikë e mrekullueshme turistike. Edhe pse është braktisur nga banorët, ata i kanë kthyer syt këtu dhe kanë investuar. Unë sot ndodhem këtu për një vizitë te disa kushëritë e mi, por nuk mund të rria pa thënë dy fjalë për këtë pikë turistike, në qoftë se pushteti vendor dhe pushteti lokal do kishin kthyer syt në këto 34 vite, në këto vende të virgjëra që banorët i duan shumë, por turistët, vendas dhe të huaj, nuk e kanë eksploruar për shkak të mungesës së rrugëve. Jam i bindur se zëri im nuk do të jetë vetëm për Librazhdin dhe Prenjasin, për zonat për rreth të tyre, që nga qendra deri në skajet më të largëta janë pikat më të bukura turistike, por gjithë qarku Elbasanit është i mrekullueshëm për nga relievi. Shi Fushbuallin, shi Shushicën, e të gjitha këto zona, është herë e parë që kjo zonë do të ketë një zë. Foltorja e parlamentit do të kthehet në shpat për fjalën e vërtet, për zërin e guximshëm dhe për atë që do trajtohen ta banorë si të barabartë mes barabartëve. Nuk do quhen më banor të lugdinave të humbura, po do quhen banor të turizmit elitar.